Të gjatë jeta me të shpresoj që jeni mirë, i kam blerë 2 fustana të ri e nuk i kam provu edhe nuk ja kam tregu, edhe më keni thonë me i provu edhe me ju tregu se si po duken, kështu që kjo është fustani i parë që është në ngjyrë të gjatë, po duket pak si në të zezë, po në realitet nuk është krejt i zi, është kështu i thjeshtë dhe shpinën e ka të hapur. Mbrapa ta një ide se si do ta kombinoj me aksesor, por nuk e di sa ishte ide e mirë apo jo, por le t'i provojmë dhe le të shohim sa apo rrin ashtu siç i kam mendu. Mendova me vendos këtë, me qenë se edhe ngjyra e fustanit po më duket që përshtatet pak me stilin e kësaj varsës që unë e kam. Në banesë nuk e kam askënd për të më ndihmuar, kështu që jam krejt vet, por ja dola, nuk është keq. Atëherë çfarë mendoni ju? Mendoj që ky zinxhir nuk është se nuk shkon. Është goxha i lezetshëm, besoj. Po e vesh edhe një fustan tjetër të shohim se si po mbren edhe ai fustani tjetër. Kjo është fustani i dytë që ju thash se do ta provoj, gjithashtu edhe këtë fustan e kam blerë në Zara, shumë i thjeshtë, i bukur, por gjithashtu elegant. Shumë po jep energji për ndonjë udhëtim në Itali, tepër bukur, madje edhe kur e kam blerë e kam menduar këtë gjë, pikërisht për të shkuar në Itali. Si do që tjetë, kështu po duket edhe fustani i dytë që ju kam premtuar se do ta vesh dhe do marrni. Kodet e fustaneve i gjeni te Cozy with Tringa. Unë si gjithmonë ju përshëndes dhe ju dua shumë. Miropafshim!